Unë fizioterapi në shkollë. Ja, do rivesnike. Unë mendoj gjuhë letërsinë, po tham se kjo është relative më vonë, varet prej nxënësit. Shumë i vështirë. Kishte shumë pyetje si s'dishim me zgjidh. Provimi më thonë drejtë nuk ishte i vështirë, thjesht pak sa më përqendrua dhe ishte i kuptueshëm. Besoj se ai zgjedhjes, unë personalisht kam biologjinë, edhe besoj se ai do të jetë pak më i komplikuar. Po provimi për mua ishte i thjeshtë, ndoshta deri diku mesatar për pjesën tjetër, po jo se kishte një nivel vështirësie të lartë, si më thonë. Po, koha ishte mos e mjaftueshme, ju uroj suksese tonë maturantëve në këtë provim e tonë provimet e tjera. Ishte një provim jo aq i vështirë, por ja dolem dhe bëm shumë saktë. Për mua personalisht besoj që mund të jetë matematike, ka që ka ato problematikat e veta. Provimi ke i lehtë, ishte i vështirë. Provimi në që se ki mësu, si me thonë, gjatë vitit, si ishte i vështirë provimi, kishe bo tana, si me thonë. Nuk ishte i vështirë, me thonë ishte i lehtë. Matematikë, thëmë ma shumë e vështirë, aji që kene ma shumë stres, si me thonë, se është lanë dhe vështirë dhe është lanë që duhet për çdo lloj dege që mund të futesh. Provimi ishte mesatar, nivel mesatar, dhe me thonë, i kena plotësu pothuajse tana pyetjet, e shpresoj që dana sa më mirë. Normal si matematikë. Ishte shumë i thjeshtë, matematika, s'ma vështirë, për mendimin tënd.